Nga ana e Lëvizjes Nacional Shërimtare, dokumentet e arkivit britanik në raportin e tyre të datës 15 nëntor 1944 theksojnë se forcat partizane zhvilluan beteja të guximshme kundër pushtuesve në qytetet si Vlorë, Tepelen, Dibër dhe Pezë, kuran dëshmor të shquar si Vojo Kushi dhe Asim Zeneli. Raporti Osit Amerikan nga maj i vitit 1944 vlerëson se PKSH-u organizua në mënyrë efikase dhe ishte forca kryesore që luftoi kundër italianëve dhe më pas gjermanëve. Kongresi përmetit në janar 1944, i dokumentuar dhe në raportet zyrtare të aleatëve, themeloi një strukturë politike antifashiste që gëzonte mbështetjen e gjerë popullore. Në konferencën e Teheranit, nëntor 1943 dhe Jaltës, shkurt 1945, aleatët perëndimor njohin Lëvizjen Nacional Shërimtare si përvajsuese në legjitime të Shqipërisë, duke vlerësuar kontributin e saj. Raporti britanik i Foreign Office-it me datën 10 shkurt 1945 thekson: Lëvizja Nacional Shërimtare është e vetmja forcë që ka arritur të mobilizojë masat dhe të luftojë në mënyrë efektive kundër pushtuesve. Ajo ka fituar besimin e aleatëve dhe popullit. Por raportet zyrtare dhe hetimet historike tregojnë një realitet edhe më të ndërlikuar. Raporti i Foreign Office-it të datës 12 mars 1944 me titullin Situation in Albania thekson se në disa zona forcat partizane shmangnin përplasje drejt për drejta me trupat gjermane për të fokusuar në luftën kundër ballit kombëtar dhe legalitetit, duke kthyer luftën në një konflikt civil të brendshëm.